Progresi është ndërruar këtë fundjavë në kryeqendrën e motoristëve nga Shqipëria e rajoni. Motofest Progresi ka qenë së pari në aktiviteteve me një mbrëmje festive në qendër të qytetit ku motorët, muzika rock, atmosfera e krijuar nga qindra pjesëmarrës kanë tërhequr vëmendjen e banorëve e turistëve. Aktivitetet organizuar nga Moto Club Progresi synon jo vetëm të bashkokomitetin motoristëve, por edhe të promovojë qytetin liçenor si një destinacion turistik e mikpritës për vizitorët e huaj e vendes. Organizatori i Motofest Progresi, Dritan Hoxha, thotë se aktiviteti synon të promovojë Progresin përmes pasionit për motorët, ndërsa thekson se kulmi i festivalit pritet një ditë më vonë me pjesëmarrjen e rreth 100 motoristëve nga Shqipëria e disa vende të Europës. Sipas tij, veç atmosferës festive, eventi do shoqërohet edhe me nismë humanitare në ndihmë të personave me aftësi të kufizuara. Sot në Pogradec kemi organizuar një festë me çunat e motorave me Moto Club Pogradecin, siç e kam thënë përpara, promovimi më i që mund t'i bëhet i qyteti janë motorat. Për mendimin tim se unë jam motorist, edhe siç e shikoni dhe sot sheshi është plot, por neve festën më të madhe kemi nesër datën 18, ku presim të vinë rreth 1000 motorista nga shtetet të ndryshme të Ballkanit, Italisë, Gjermanisë, dhe 3 kamiona me ndihma që po i sjellin për qytetin e Pogradecit, për invalidët dhe personat me aftësi të kufizuara. Si po duket pjesëmarrja sot? Jashtë pritshmërive, sot ne kishim për qytetarët e Pogradecit që të kënaqeshin, të shijonin me muzikë live, muzikë rock. Kemi marrë një DJ që luan me video, edhe po ta shikoni çfarë këngë luan ai, ajo jepet në Ledu Hall. Dhe unë i shikoj që janë shumë njerëz, po të shikoni edhe në kamerë, janë shumë të këndshëm, shumë të kënaqur. Shpresoj që të shkojë gjithçka mbar. Qindra motorë të modeleve të ndryshme u ekspozuan në sheshin e qytetit, duke tërhequr veçanërisht të rinj dhe fëmijët, të cilët shfrytëzuan rastin për të parë nga afër modelet e ndryshme për të njohur më kulturën e motoristëve. Përveç paradës së motorëve, organizatorët kishin menduar aktivitete argëtuese, muzikë live e performanse artistike që kthyen mbrëmjen në një festë të hapur për të gjithë. Motofest po zhvillohet për disa vite rragëzi, e sipas organizatorëve, interesi po rritet nga viti në vit. Këtë vit pjesëmarrësit nuk vinë vetëm nga Shqipëria, por nga vende të ndryshme të Ballkanit e Europës, duke kthyer aktivitetin në një ngjarje me përmasa ndërkombëtare. Për mua është viti i parë që marr pjesë në këtë event. Unë jam si mund të thuash nismëtarët e këtij grupi në thonjza, por ne kemi marrë në mënyrë si dhe individuale pjesë me disa motora motocross para 10-12 vitesh, por unë kam emigruar këtu 10 vjet tani në Los Angeles dhe duke parë dëshirën e gjithë shokëve të mi që kemi parë disa motora shumë ndryshe nga tani, jam bërë unë pjesë e këtij grupi dhe kam sjellë motorin tim nga Amerika njëkohësisht dhe këtë vit jam bërë pjesëtar me të drejtat plota e këtij grupit. Dhe po e shijojmë shumë këtë event që besoj është shumë i bukur dhe besoj çdo vit të ngelet si traditë dhe të inspirojë të rinjt e të rejat për ta zhvilluar këtë sport, sepse është diçka që nëse do i ri në këtë botë, merr një motor. Ka shumë të apasionuar pas motorit në Pogradec? Po si jo, ka shumë. Ka shumë. Po thjesht si thajta janë do të jemi ne që t'i motivojmë, t'i inspirojmë. Si inspirojmë? Mënyra më e mirë është që duke bërë këto lloj eventesh dhe t'jetë sa më bukur, duke gërshetuar me muzikë, rock, edhe njëkohësisht me dëshirën për të bërë gjëra të bukura. Pjesë e festivalit janë bërë nga motoristë nga qytete të ndryshme të vendit, të cilët për vitesh ndjekin aktivitete të tilla. Për ta, motori nuk është thjesht një mjet transporti, por një pasion që krijon mjekësi të reja, e lig njerëz me të njëjtat interesa. Shumë prej tyre kanë ngëtuar qindra kilometra për të qenë pjesë e këtij takimi në Pogradec. Atëherë, ne jemi nga Durrësi. Unë jam nga Tirana. Por bashkëpunojmë në Tiranë. Po, jemi shok nga motoklubet të ndryshme. Steel Wings, Bikers for Christ. Troj Motor. By the Grace Motors. Sa të rëndësishme janë për ju këto evente? Jashtë masë sepse është i vetmi event që mbledh njerëz nga të gjitha anët e botës dhe jo vetëm motorista. Prej sa vitesh e ngjisni motorin? Unë 21 vjet. Po ju? Me shkëputje 6, 7. Me shkëputje 5. Më foli pak adrenalinën e motorit. Nuk shpjegohet. Një natë, hajde ulemi një natë dimri. Nuk shpjegohet.
Motofest në Pogradec, si po ju duket organizimi? Per tash super, urime çunave, kanë bërë një gjë të bukur. Atmosfera festive ka vijur deri në orët e mbrëmjes me performanca muzikore e argëtim për pjesëmarrësit. Organizatorët kanë zgjedhur këtë vit programe artistik të ndërthuar me kulturën e motorizve, duke sjellë në skenë artistë të njohur të muzikës rock, një zhanër që tradicionalisht shoqëron eventet e këtij komiteti. Këngëtari Rubin Kaso, i ftuar në festival, vlerëson organizimin e mikpritjen e qytetit të Pogradecit, duke cilësuar aktivitetin si një nga gjërat më të bukura të sezonit veror. Po ndihem shumë mirë. Me shishe e pop, pirën se ka marrë akoma, do ta marrë të shpejtit. Si duket pjesëmarrja? E thënë drejtën është organizim i mirëfillt, shumë i bukur, i organizuar në detaj. Besoj që do kënaqemi sonë me muzikë rock, rock and roll, pop rock, everything. Pogradeci, me thënë drejtën, është nga qytetet që unë e kam shumë për zemër, përveç se ka liçenin që është i mrekullueshëm, njerëzit shumë të dashur, edhe shumë detaje të tjera që s'po më kujtohen dhe shikoj. Sa e vinë Pogradec kaloj mirë. Dita e dytë e Motofest Pogradec pritet të jetë më e ngarkuar me aktivitete, ku sipas organizatorëve do të mbërrihen rreth 1000 motoristë nga Shqipëria, Ballkani e vende të tjera europiane. Parade e motorëve në rrugët e qytetit, koncerte e aktivitete sociale do të jenë pjesë e programit, ndërsa Pogradeci pritet të mirëpresi nga grumbullimet më të mëdha të komunitetit të motoristëve të zhvilluar ndonjëherë në juglindit të vendit.